Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit. Parlamenti i Kosovës shpërndahet nga presidentja Vjosa Osmani. Dikur dy aleat të famshëm të njëri tjetrit, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani, tani më janë në një luftë të përgjakshme politike, duke u përpjekur që të aneksojnë njëri tjetrin. E pam në bordën e paqes Vjosën që hyri si hyri dhe doli si Monica Bellucci në president, duke u lëpirë amerikanëve, pam edhe Ramën në bordën e paqes, ku vajtën e u përqafuan dhe folën miqësisht me njëri tjetrin. Dhe lese që a thot kemi lajme, se s'kemi lajme, ka kjo lajme dhe është mërita kësaj 100% bravo të qoftë, e di që unë s'të du, po të vërtetën duhet me e thonë. Ajo çka duhet ju them unë juve miq, pasi keni të drejtën që të mendoni ç'të doni për politikën, është ku shkel Rama, nuk mbi mbarje. A mund të jetë në një lojë për të pastruar Albin Kurtin e Ramës me Vjosën? Thoni që tjetë kështu? Apo Vjosa është adetare madhe bashkë me këtë kryetarin ton? Përgjigjet i mirëpresim në komente